Dashi, janari fillon me shërim të thellë emocional. Pasi karon, kthehet direkt në shenjën tënde, duke të ndihmuar të mbyllësh plagë të vjetra të vetbesimit. Hëna e plot metafore sjell fokus në familje, shtëpi dhe çështje emocionale që nuk mund të shmangen më. Nga fundi i muajit, energjia e fortë në ujor aktivizon rrethin shoqëror dhe projekte kolektive, por edhe tensione për pushtet. Neptuni, që hyn në Dash, hap një cikël të ri 14 vjeçar për ty. Vizioni i ri jetësor, po kujdes nga konfuzioni ose idealizmi i tepërt. Temi, janari të shtyn të mendosh seriozisht për drejtimin e jetës dhe qëllimet afatgjata. Hëna e plot në Gafore sjell lajme, biseda të rëndësishme ose çështje dokumentash që kërkojnë vendime emocionale. Fundi i muajit është shumë intensiv profesionalisht, pasi planetet në ujor aktivizojnë karrierën dhe figurën publike. Mund të ndihesh i sfiduar nga autoritetet, por kjo është një periudhë transformimi që të çon në një pozicion më të fortë. Binjakët, janari fillon me fokus në financat e përbashkëta, borxhe, investime ose çështje emocionale të thella. Hëna e plot në Gafore ndriçon sigurinë financiare dhe vetvlerësimin, duke të detyruar të rishikosh marrëdhënien me paranë. Nga mesi i muajit, energjia e ujorit të favorizon për udhëtime, studime dhe zgjerim mendor. Fundi i janarit sjell zbulime të fuqishme mendore dhe biseda që ndryshojnë perspektivën tënde. Gaforia, hëna e plot në shenjën tënde në fillim të muajit është shumë e fuqishme dhe emocionale, duke sjell kulme personale dhe vendime të rëndësishme për marrëdhëniet. Janari kërkon të vendosësh kufij më të qartë mes nevojave të tua dhe pritshmërive të tjerëve. Energjia shumë e fortë transformuese në fund të muajit prek limitet, financat e përbashkëta dhe besimin. Ky është një muaj pastrimi emocional dhe rilindje të brendshme. Luani, janari të kërkon disiplinë, fokus dhe përkujdesje për shëndetin dhe rutinën e përditshme. Hëna e plot në Gafore sjell lodhje emocionale ose nevojë për pushim dhe reflektim. Nga data 20 e tutje, energjia e fortë në ujor aktivizon marrëdhëniet dhe partneritetet, duke sjell pasion, por edhe përballje për pushtet. Pasi lidhjet transformohen thellë, disa të tjera përfundojnë nëse nuk janë autentike. Virgjëresha, janari është muaj krijues dhe emocional për ty. Hëna e plot në Gafore aktivizon rrethin shoqëror dhe dëshirat afatgjata, duke të bërë të kuptosh kush është realisht në anën tënde. Hëna e re në Bëricjap sjell një fillim të ri romantik ose kreativ. Fundi i muajit kërkon organizim, por edhe ndryshime të forta në rutinë dhe punë. Është koha të heqësh zakonet që nuk të shërbejnë më. Peshorja, janari sjell fokus të fortë në familje, shtëpi dhe themelet emocionale. Hëna e plot në Gafore mund të sjell tension mes karrierës dhe jetës personale. Nga mesi i muajit, energjia e ujorit hap një rrugë romantike, krijuese dhe shumë magnetike. Megjithatë, fundi i muajit kërkon sinqeritet të thellë në dashuri. Marrëdhëniet fallse nuk mbijetojnë në këtë fazë. Akrepi, janari është shumë intensiv mendërisht dhe emocionalisht për ty. Hëna e plot në Gafore zgjeron horizontet dhe sjell realizime shpirtërore dhe vendime për udhëtime, studime. Nga data 20 e tutje, energjia e fuqishme në ujor prek shtëpinë dhe familjen, duke sjell ndryshime rrënjësore. Ky është një muaj për të çliruar modele të vjetra familjare dhe për të rindërtuar sigurinë nga e para. Shigjetari, janari fillon me fokus të fortë në financa dhe vlera personale.
Hëna e plotë ngafore sjell kulme emocionale rreth borxheve, investimeve ose intimitetit. Nga mesi i muajit, energjia e ujorit aktivizon komunikimin, kontratat dhe marrëdhëniet me motrat me vëllezërit. Fundi i muajit sjell biseda shumë të fuqishme dhe zbulime që ndryshojnë mënyrën si ti mendon. Vricjapi, janari është muaji yt i fuqisë. Me shumë bashkime planetesh në shenjën tënde, ti je në qendër të vëmendjes dhe merr vendime të rëndësishme personale. Hëna e re në Vricjap, me 18 janar, hap një kapitull krejtësisht të ri për identitetin tënd. Fundi i muajit zhvendos fokusin tek financat dhe vlerat, duke kërkuar transformim dhe forcim të vetbesimit. Ujori. Janari është një muaj transformues ekstrem për ty. Nga data 20 e tutje, Dielli, Mërkuri, Afërdita, Marsi dhe Pluto aktivizojnë shenjën tënde, duke të shtyrë drejt një rilindje personale. Mund të ndjehesh e fuqishme, por edhe sfiduese emocionalisht e mendërisht. Ky është një muaj që ndryshon drejtimin e jetës tënde për vite me radhë. Peshqit, janari fillon me fokus social dhe realizime kolektive. Hëna e plotë ngafore sjell emocione të forta në dashuri dhe krijimtari. Nga fundi i muajit, energjia e ujorit të shtyn drejt izolimit, pastrimit shpirtëror dhe punës së brendshme. Ky është një muaj për mbyllje karmike, për përgatitje për një kapitull të ri personal që nis në muajt në vit.